por nuk thash pse e bëre, për shembull. Sepse e sqarove shumë mirë që e kuptove. Po pra në rregull, atë po them. Nuk po, edhe një herë, unë nuk e them pse e bëre. Po. Sepse nuk do më the dhe bje në krevat që vetëm të lutem mos ndërhyj kur, dhe të thash unë s'do ndërhyj asnjëherë. Dhe kjo, jo se jemi një lojtar, po s'do ndërhyj dhe për atë që ndjej ndaj teje. Po nëse këtu në shtëpi në ditën e 30 janar, ndodhi ajo që ndodhi, dhe pastaj për shumë kohë ne kemi qenë distancuar nga njëri tjetri, ti nuk është se ke ndjekur dinamikat e mia në shtëpi që të shohësh si janë pozicionuar unë me njerëzit. Se ku kam qenë? Nuk i ke, po s'ke qenë pas meja, ne? Kam qenë në shtëpi. Po prapë. Te për të kemi në të shtëpi ke qenë ti. Unë në përcepa nuk kam qenë. More, tani ishe me mua në lavanteri? Jo. Jo, nuk Atë po të them pra, nuk je gjithmonë unë pas teja apo ti pas meja. Normal. Bravo. Normal. Kjo do të thotë që ajo që ndodhi javën e kaluar, kur unë po tha robat, erdi natyrshëm. Do t'i kishte ndodhur më përpara, nuk do vinte natyrshëm. Erdi natyrshëm, mua më ishte zbutur inati, kisha bërë disa diskutime që njeriu mund të reagojë kështu, sepse mund të reagojë dhe nga. Ndjesi që ndonjëherë edhe kontradiktore që mbartë brenda vetes. Tani, kur vinë tjerët dhe më thonë mua, po jo se ty Valbona donte të puse, po ti ule kokën. Thëmë, kur ndodhi kjo? Te ditëlindja. Mua më thënë donte të puse Laerti. Si? Mua më thënë donte të puse Laerti. Pra, a e kupton? Jo Valbona donte të puse, donte Laerti të puse dhe ti largove kokën. Dhe këtë gjë më thanë mua që e bëra unë.